Po pra të ndashur shikues, sot do flasim për një projekt shumë të rëndësishëm që është zhvilluar në shkollën fillore Joakim Kërçovski në fshatin Negishtan. Ky projekt quhet Fëmijët në vendin e parë dhe është financuar nga Bashkimi Evropian. Qëllimi i këtij projekti është trefishor. Të mbrojmë të drejtat e fëmijëve, të krijojmë një mjedis të sigurt në shkolla dhe nxënësit të kenë një pjesëmarrje aktive në procesin e vendimmarrjes. Gjatë emisionit të sotëm do të mësoj më shumë për aktivitetet të realizuara dhe këtu me mua kam në studio zotëri Yusren Selmanin, zëvendësdrejtorin e shkollës Joakim Kërçovski, Muslia Azizi, mësimdhënës i edukatës fizike, Anisa Azizi, sekretare e Parlamentit të Nxënësve dhe Ermira Duraku, kryetare e Avokatit të Nxënësve. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në studion tonë. Mirëmëngjesi. Është shumë kënaqësi që ju kam këtu në studio, sigurisht për të biseduar për një projekt mjaft interesant i cili mbron të drejtat e fëmijëve dhe një punë e madhe të cilën ju e keni bërë. Zotëri Yusren, shkolla juaj është një nga 5 shkollat pjesëmarrëse në këtë projekt. Si u bë përzgjedhja dhe çka do thotë kjo për institucionin tuaj? Shiqoni, gjithçka filloi rastësisht. Domethënë takimi ishte mes neve si shkollë dhe udhëheqësisë së projektit, hap pas hapu. Normalisht iniciativa rrjedhi nga udhëheqësi i sektorit për arsim të komunës Gjorgje Petrov, zoti Igor Jurukov. Ai na bëni një ftesë neve se sa jemi ne të interesuar për këtë projekt edhe në takimin e radhës në komunën e Gjorgje Petrovit, ku kishte marrë pjesë edhe prefekti i komunës, ne me udhëheqësit e projektit hap pas hapi nënshkruam një marrëveshje ose një memorandim për bashkëpunim në afat 3 vjeçar. Kjo për neve ishte një fillim shumë i madh, për shkak se ne pas një kohe shumë të gjatë kiqemi në kësi lloj projekte. Mund të them lirisht se si shkollë nuk kemi qenë të kiqur për kësi lloj projektesh për avancimin e drejtave të fëmijëve apo barazin e tyre, një afat 10 vjeçar. Dhe si fillim i caktuam temat kryesore në të cilat ne do të ndjekim këtë projekt. Normalisht që projekti mbështetet nga Bashkimi Evropian, edhe ata kërkojnë punë. Ne nga ky projekt fillimisht i caktuam, domethënë, tema që do t'i realizojmë, edhe normalisht që na interesoi edhe benefiti jonë, se çka ne fitojmë prej kësaj projekti. Po realisht nga viti 2023, cilat janë benefitet të cilat ju si pjesëmarrës në këtë projekt e keni realizuar për shkollën tuaj? Dhe sigurisht që puna ekipore është shumë e lehtë kur ndoshta keni pas edhe ekip të mirë. Po normalisht që çdo fillim është i vështirë, por ne si shkollë u ekipuam, u konsultuam ndërmjet kolektivit, domethënë mësimdhënësve, gjithashtu i kiqëm edhe nxënësit që ishin në parlamentin e nxënësve, për shkak se disa nuk janë, se kanë qenë nxënës të klasat e 9-tash, tash kanë vazhduar në shkollat e mesme. Edhe i ndajtëm drejtime se kush çka do të punoj, edhe si për fillim patëm fatin që me njëherë u kyqëm në një aktivitet i cili u mbajt në hotelin Alexander Palace. Ati ishmi të ftuar ne si mësimdhënës, disa, konkretisht ishmi 4 mësimdhënës edhe afër 10 nxënës, mos gaboj, në vitin 2023, në 20 nëntor, kur u mbajt dita manifestimi i ditës drejtave të fëmijëve. Ajo ishte një panel diskutim ku morën pjesë shkencëtar, profesor eminent, psikolog, edhe shkolla tjera që ishin kon para neve në projektin, ata treguan rezultatet e tyre që i kanë realizuar deri në atë moment. Nxënësit tonë ishin të pajisur me përkthyes simultan, domethënë se për shkak se gjithë manifestimi ishte në gjuhën maqedone. Ati bashkë me neve, domethënë ishin arsimtarët të cilët ishin në mbështetje të nxënësve për gjithçka. Ajo ishte fillimi i parë, hapi i parë që e ndjekëm.
Pastaj radhas kemi pas shumë aktivitete tjera, të cilët kanë shku në mënyrë periodike të ndryshme, por kanë qenë të njëjta si për nxënësit, ashtu edhe për prindërit, edhe për mësimdhënësit. Domethënë gjithçka ishte në koordinim, për shkak se për këtë projekt kemi marrë edhe leje për pjesëmarrje nga ana e prindërve me shkresë se nxënësit i kemi pas edhe në rrugtim, në Dojran, arsimtarët kanë qenë në Ohër e kështu me radhë. Po. Zotëri Musli, pjesë e këtij projekti keni qenë edhe ju, dhe nga mbështetjet që keni marrë nga projekti kanë qenë pajisjet materiale sportive. Për shkak të mungesës sigurisht të palestrës, si ka ndryshuar kjo dinamikën e orës së edukatës fizike? Po, këto kemi bashkë për atë shkak këto pajisje kanë ndihmu shumë për çdo pjesë të temës të ushtrimeve të edukatës fizike, për shkak se mungesa e palestrës, e cila është në shkollën tonë, edhe vetmja shkollë në komunën e Gjoçëpetrovit është pa palestër, pa sallë sportive, edhe me këto pajisje që na janë ofru, na u ka lehtësuar shumë puna për me nxënësit me punu, që të kenë edhe përsëritjet e çdo ushtrimi ose çdo elementi që i jepet, ato ta kenë mundësinë që ta përsëritin më shpesh. Kështu që më para ishte që mungesa e mjeteve sportive ose rekreuzitave që janë aty, ishte e pamundshme që ta bëjnë ato përsëritje gjatë. Po, patjetër. Ndërsa, cilat janë llojet e aktiviteteve apo garave të cilat ndoshta këto pajisje kanë ndihmuar për nxënësit që të realizojnë detyrat e tyre sportive ose dëshirën e tyre sportive? Mas shumti ka realizu pjesa e voleybollit, handbollit dhe futbollit. Atë kemi ma shumë qasje ku fëmijët kanë marrë hapin më të madh në voleyboll, edhe kemi rezultate shumë të mira, sidomos te vajzat, ku ato janë avancu me shumë të madhe, kështu që edhe pjesëmarrja në për garat komunale, edhe këto rajonale, kemi edhe vendet të marra në garat komunale. Po, dhe sport mjaft i shëndetshëm edhe voleybolli. Zotëri Justren, një ndër aktivitetet më të rëndësishme ishte edhe sondazhi kombëtar. Çfarë treguat rezultate dhe si e pasqyrojnë këto gjendjen e nxënësve në vendin tonë? Domethënë, para se të filloj projekti, është bërë një sondazh kombëtar, i cili ka përfshirë gati 1600 nxënës në shkolla të ndryshme, domethënë në shumicën e shkollave të shtetit tonë. Aty janë parashtruar disa pyetje, sa i përket ekzistencës së parlamentit të nxënësve, domethënë në pyetjen e nxënësve se sa ekziston në shkolla parlamenti i nxënësve, në të janë përgjigj një përqindje e madhe, domethënë pak më tepër se gjysma, afër 57% se ekziston, domethënë parlamenti i nxënësve, mirë po një përqindje tjetër, 28% e nxënësve janë përgjigj se nuk ekzistojnë ose nuk dinë për parlamentin e nxënësve. Kurse sa i përket për në pyetjen se a ka avokat të nxënësve në për shkolla, një përqindje e madhe, 60% e nxënësve kanë shprehë se nuk ka avokat të nxënësve në për shkolla dhe se nuk dinë për të, se çfarë funksioni ka. Kjo ishte një prej analizave që është bërë për domethënë parlamentin e nxënësve. Kurse tema tjetër që është parashtruar aty si pyetje është edhe dhuna. Se çfarë është ndërmarrë konkretisht, sepse ende është një pikë që neve gjithëve na shqetëson edhe dhuna në shkolla. Përgjigjet e dhëna se sa janë te dhuna ndryshojnë aty varësisht se kush është anketuar. Domethënë nxënësit janë përgjigj me një përqindje pak më të madhe, domethënë afër 43% të nxënësve, 37% të prindve dhe 32% të arsimtarëve kanë deklaruar se ekziston dhuna në shkollë. 46% të nxënësve kanë deklaruar se kanë qenë të dhunuar në një farë lloji.
kurse përqindja më alarmante është se vetëm 5% e të këtyre nxënësve që kanë deklaruar që janë të dhunuar, rastin e kanë paraqitur te avokati i popullit. Mirë po, një tjetër analizë tregon se shumica e këtyre rasteve që kanë qenë të dhunuar, domethënë 89% apo 90% janë përgjigj se dhuna ka qenë verbale. Domethënë nuk ka qenë dhunë fizike apo psiqike, po ka qenë verbale, mirë po nuk do të thotë se edhe ajo nuk është dhunë. Për shkak se në shumë të rasteve, domethënë dhuna është në atë mënyrë, me fyerje, me ngacmime, me lloj-lloj fjalë të dyta. Mund të themi, po. Zotëri Musli, sa ka ndihmuar sporti që t'i bashkojmë, domethënë nxënësit me komunitete të ndryshme dhe për të parandaluar edhe sjelljet problematike? Këtu kemi në shkollën qendrore, Jakim Kërçovski dhe shkolla jonë periferike, ku në shkollën qendrore janë Maqedon, edhe në shkollën periferike jemi në Shqiptar. Këtu kemi gjithherë, do më thanë, lojrat edhe bashkëpunimet ndërmjet etniteteve, edhe përmirësimi është shumë i madh se janë afru kogja shumë ndërmjet palës maqedone edhe shqiptare këtu, të dija shkollave, edhe mendoj se është shumë një hap i mirë për të avancu edhe me nxënësat e palës maqedone, edhe kemi rezultate bashkë që marrim pjesë në përgarat bashkarisht si shkollë. Do të thënë nuk kemi nevojë të frikojmë sepse ta shkolla është një hapësirë e sigurt për nxënës edhe për gjithë ata që duan të ndjekin sportin me siguri. Po, ajo është tash edhe më e sigurt, kështu që kanë takime më të shpeshta edhe nëpërmjet takimeve vijnë deri te afrimi i tyre që mund të jenë bashkë. Po. Juve ju lash anash, Ermira dhe Anisa. Ermira, a mund të na tregoni pak më tepër se çfarë do të thotë avokati i nxënësve dhe cili është roli juaj në këtë strukturë? Sipas ligjit të arsimit fillor, në 68 paragrafi 8, çdo shkollë është obliguar të ketë avokat të nxënësve dhe roli i të cilit është të mbrojë dhe të mbrojë avancimin e të drejtave të nxënësve në shkollë. Sipas te, Ermira, a janë nxënësit të vetëdijshëm dhe të informuar që ekziston avokati i nxënësve? Po, nxënësit janë të vetëdijshëm, ata janë të informuar rregullisht për punën që bëjnë dhe na drejtojnë kur kanë kërkesa apo ankesa që duhet të realizohen. A ka pas realisht nevojë për ndihmë? A ka pas nxënës real të cilët janë ankuar, cila ka qenë eksperjenca jote ndoshta? Nuk kemi pas raste ekstreme, por kemi pas informacione që ka probleme ndërmjet nxënësve, për zgjedhja e tyre në për aktivitete bëhet në mënyrë selektive, për shembull nxënësit problematik nuk zgjidhen në për aktivitete të ndryshme, por kemi marrë iniciativë që edhe ato nxënës të marrin pjesë në për aktivitete të ndryshme dhe të tregojnë talentin e tyre. Kështu që iniciativat e juaja ndoshta po nxjerrin edhe sukses, me siguri. Anisa, sa është aktiv parlamenti i nxënësve në shkollën tuaj dhe çfarë janë iniciativat e cilat ju i keni ndërmarrë? Parlamenti i nxënësve në shkollën tonë është shumë aktiv. Ne realizojmë mbledhje në çdo muaj duke dhënë në paraqitje të nxënësve, të problemeve të tjerë. Gjatë projektit, si fillim ne kemi qenë pjesë e ditës botërore të fëmijës, ku kemi marrë pjesë 10 nxënës në hotelin Aleksandër Pallas dhe pas asaj kemi qenë në trajnime në Dojran për dhunë dhe parandalimin e saj dhe pas kësaj ne kemi bërë trajnime online për sigurinë digjitale. Gjatë kësaj kemi fituar edhe pajisje sportive për të promovuar edukimin ton në sport. Po, një ide tjetër interesante e cila ka ndodhur në të bukura është në krijimin e një biblioteke shkollore. Çfarë planifikoni të bëni konkretisht dhe si mendoni të realizoni këtë? Krijimi i një biblioteke në shkollën tonë do të ndihmonte shumë për nxënësit të cilët duan të mësojnë në qetësi. Ata
e kanë një mënyrë më të mirë për të lexuar, që të promovojnë veten e tyre. Gjithashtu ata me anë të leximit mund të na ndihmojnë neve në manifestime të ndryshme, siç janë patronati i shkollës, dita e alfabetit, dita e flamurit, 7 dhe 8 marsi e të tjerë. Si e shihni në të ardhmen e këtij parlamenti? A kanë nxënës të motivuar që ende duan të vazhdojnë pjesëmarrjen e tyre në këtë parlament? Po, nxënësit kanë dëshirë shumë të jenë pjesë e parlamentit të nxënësve, ata kanë dëshirë të bëjnë pjesë edhe në aktivitetet që merremi ne. Shpresojmë që këto aktivitete të mund t'i vazhdojnë edhe gjeneratat pas nesh. Po. Zotëri Yusren, çfarë roli kanë mësuesit edhe prindërit? Ju e cekët pak në fillim, mirë po si është ndërtuar bashkëpunimi me ta? Tha që është shumë i mirë po apo vazhdojnë edhe prindërit edhe mësimdhënësit t'ju ndjekin ndoshta në hapat? Në fillim, kur u paraqitëm për projektin, normalisht që ishte një skepticizëm, se çka na vin projekti, ne i dim këtë gjëra, mirë po kur shkuam në trajnim, se edhe unë isha pjesë e trajnimit, domethënë që e përmenda në fillim, domethënë trajnimi për mësimdhënës u realizua në Ohër, në qytetin e Ohërit, domethënë gjatë stinës së verës, për shkak pushimit, se ishte 3 ditor, pam se shumë gjëra edhe nuk kemi ditur si mësimdhënës, se si duhet të paraqitemi në raste të ndryshme. Por pas asaj, domethënë ndërkohë më herët edhe prindërit njëjt i kyçëm në trajnim për konventën e drejtave të fëmijëve, dhe trajnimi tjetër ishte edhe për parandalimin e dhunës ose mbrojtja ndaj dhunës. Mbas që e realizuam trajnimin, ne kemi fituar një trekënsh që është nxënës, prind edhe mësimdhënës. Neve edhe më tepër na ndihmon ajo se në fshat, domethënë jemi gati se një familje, edhe njihemi personalisht gjithkush, kështu që nuk mund të na ndodhin probleme të mëdha. Siç tha Ermira, nxënësja, nuk ka probleme dhune, ka asi ngacmime në fazat pubertetit. Aja është e tejkalueshme, mirë po ne jemi këtu që të i ndihmojmë nxënësit edhe ti parandalojmë mos të vijë deri te mosmarrveshje apo deni dhunë fizike. Po, në këtë projekt flitet edhe për një shkollë verore. Do mund të na thoni pak më tepër edhe në lidhje me shkollën verore? Shkolla verore planifikohet si pjesë e fundit e realizimit këtij projektit. Ajo ishte si ide që u hap për shkak të mungesës së bibliotekës që e kemi. Domethënë ne jo vetëm sallë sportive, po kemi edhe bibliotekë. Tashi aty varësisht prej hapësirave të shkollës, kemi ndarë një pjesë të vogël, domethënë si hapësirë që planifikojmë që ta modifikojmë si një kënd për librash, edhe me udhëhecit e projektit e kemi planifikuar që aty të vendosim lektyrat që planifikojmë që t'i fitojmë si shpërblim në fund të këtij projektit. Domethënë vlera dihet është afër 2.000 euro. Me ato të holla, udhëhecit e projektit do të na blejnë lektyrat të cilët pastaj do të na dhurojnë neve. Normalisht që ne do ta bëjmë me bashkëpunim me arsimtaren e gjuhës shqipe, ajo do të na tregojë se cilat lektyra duhet t'i blejmë. Ne do të mundohemi t'i blejmë ato lektyra që janë obligative në shkollë, atë sa na lejon fondi i të hollave normalisht. Kjo shkollë verore planifikohet të realizohet gjatë këtij vitit shkollor. Nuk kemi caktuar ende afate kohore për shkak se ende bëhen takimet me udhëhecinë e fondit hap pas hapi. Kështu që nuk varet vetëm prej neve, se këtu si thamë në fillim jemi 5 shkolla të ndryshme. Haruam të treguam se këtu në këtë projekt janë gjitha shkollat që mësimi mbahet në gjuhën jo maqedone. Domethënë ajo ishte edhe kusht në fillim. Jemi në gjuhën shqipe, në gjuhën serbe, në gjuhën bosnjake, rome edhe turke. Një projekt multietnik. Një projekt bukfalisht multietnik, edhe domethënë pas çdo aktiviteti, edhe para aktivitetit ne si udhëheci konsultohemi se çka do të veprojmë, çka do punojmë.
Kështu që, sipas informatave, shkolla verore do të bëhet dikuni verës, ati do të marrin pjesë prej çdo shkolle, nga 5 mësimdhënës dhe nga 5 nxënës, të cilët janë të kyqur në parlamentin e nxënësve. Edhe ati do të diskutohen për të arriturat, do të thonë do të bëhet një raport 3 vjetorsh, gjitha punët që i kemi realizu deri në atë moment, nxënësit do të përgatitin atë në projektin, bashkë me mësimdhënësit, normalisht që janë të kyqur ati, por njëkohësisht do të planifikohet edhe një plan program i ri për në afatin kohor për në vitin shkollor 2025-26, të cilat planifikojnë që të realizohen. Normalisht që ne jemi ati që t'i mbështetim nxënësit me idetë e tyre që të bëhen të realizueshme. Po, ndoshta kjo pyetje do të kishte qenë në me vend nëse e kisha parashtruar për gjithë ju se çfarë mesazhe do të ndanit me shkollat të tjera të cilët dëshirojnë të aplikojnë në projekte të ngjashme, sepse duket që është mjaft projekt interesant, mjaft projekt shoqëror nga i cili mund të mësojmë shumë. Mund të përgjigjem? Të fillojmë nga juve kështu me... Unë inkurajoj se të gjitha shkollat që kanë mungesa të pajisjeve në kësi farloj, edhe pse grandet nuk janë shumë të mëdhaja, dhe me thonë, ne nga ki projekt diher fitojmë grant nga 2.000 euro, dhe me thonë në mjete, mos të keq kuptomi jo në të holla, në mjete, inkurajoj që të marrin guximin edhe të fillojnë kësi projekte, për shkak se jo vetëm benefiti që është në mjete, po është benefiti edhe në atë se nxënësit socializohen edhe më tepër. Ishte shumë interesant në Dojran, 5 gjuhë në gjatë projektit, gjuhë oficiale u bë gjuha angleze. Edhe pse ne kishmi, çdo njëri kishte lektor përkthyesin e vet aty. Do të thonë ne kishmi përkthyesin në gjuhën shqipe, mirë po në raporte kështu nxënës këta nxënës na befasuan, u mirëshin vesh edhe më mirë, diskutoshin anglisht, kështu që ne nuk kishmi nevojë edhe të përkthehemi. Edhe të përkthehemi. Zotri Musti, si do e kishte dhënë atë mesazhin tuaj për projekte të tilla? Edhe unë gjithashtu kisha propozu që të kyqen në kësi llojet projekteve, pa marrë parasysh për nevojat e shkollave të cilët kanë nevojë për pajisje ose për mjete tjera, të cilët do t'i avanson nxënësit edhe vullneti nxënësve të tjetë pak edhe më i ngritur, gjithashtu që të marrin pjesë në për kësi projekte, edhe mendoj se është shumë prioritet i parë. Po. Anisa dhe Ermira, sigurisht ju si pjesë më aktive e projektit, cili do kishit qenë mesazhet e juaja? Unë mendoj që duhet të ketë më shpesh kësi aktivitetet të ndryshme, të bëjmë si me shkollat të ndryshme dhe të marrim pjesë më shumë, të kyqemi më shumë në kësi aktivitete. Për mendimin tim, kyç janë këto aktivitetet për shkollat, sidomos që nuk i kanë kushtet për mësim për gjithçka, si shembull mungesa e një sallë sportive ose biblioteke, kyç janë në këto projekte do të ishte shumë e mirë për përfitimin e më shumë dije, si për nxënësit, gjithashtu edhe për ato që do të vinë më re. Patjetër. Ju falenderoj shumë që gjetët kohë dhe mundësi të jeni pjesë e emisionit Ritmi ditës në këto minuta të rezervuara, dhe shpresoj që për projektet e radhës ju kem sërish në studio. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ishte jona.